Para pak ditësh ndodhi një ngjarje që dua ta diskutoj me ju. Një ngjarje shumë inkurajuese. Dhe pikërisht për këtë dua t'ju flas sonte, sepse duhet diskutuar për këto argumenta, që t'japin jo vetëm kurajo, por duhet i gjendesh ndonjëherë në vendin e dur, me njerëz të dur, por mbi të gjitha duhet të kesh, si mund quhet, një profesionalizëm sistematikisht të fortë dhe t'jesh i denj për atë që bën. Kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe ju falenderoj për mbështetjen, sinqerisht. Atëherë, Grammy World, në festivalin Grammy World që u zhvillua në Los Angeles në datën 1 shkurt të këtij viti, pra para pak ditësh, ndodhi kjo që unë mendoj që është një ngjarje vërtet e madhe. U fol për të gjitha gjërat, u fol për ata që ecin në red carpet sepse gjëja më e rëndësishme që ti të shfaqesh, sepse kjo është gjëja më e rëndësishme për ata që shesin, ose ata që të shesin. Nëse keni vënë re, red carpet është pjesa më kryesore, por gjatë asaj mbrëmje ishte një djalë i ri që kaq i vogël, por u lotoi atë mbrëmje për atë çmim që i dhanë. Ai ishte Bad Bunny. Padyshim e keni dëgjuar sepse është shumë i famshëm, ka këngë të ndryshme, disa prej jush ndoshta i kanë dëgjuar këngët e tij. Unë herëherë i dëgjoj në radio, teksa iki me makinë nga një vend në tjetrin dhe e di se kush është, por Bad Bunny është nga Porto Rico. Ai sot është 32 vjeç, por është rritur me shumë vështirësi dhe në një familje të varfër. Jati i tij ishte kamionist dhe Bunny shkonte pas tatit dhe shpeshherë edhe këndonte në kamion kur ishte i vogël, sepse ndonjëherë nëna e tij ishte dhe smur dhe ai shpeshherë shkonte me tatin që e çonte nga një vend në vend tjetër dhe ai flinte gjumë aty brenda në kamion tek jati, ndonjëherë në prerinë tim, thot jati. Pra, një jetë tepër e vështirë, që ju e dini shumë mirë, Porto Rico, gjitha ato zonat andej janë tepër të vështira, por siç ju thash, më bëri shumë përshtypje, do të kthehemi prapë tek historia e tij, të jetës së tij, por më bëri shumë përshtypje mbrëmja, që u fol për çdo gjë. U fol për të gjitha gjërat, për të gjithë këngëtarët, u fol më tepër për red carpet, por nuk u fol për atë djalë. Kur telekamera u kthye nga ai, sepse nga momenti që bën listën e, nuk e di e pat Grammy World apo jo, unë e pash të riregjistruar, për nuk e pash live sepse s'kisha kohë, por kur e pash më bëri përshtypje sepse ai filloi të qante, mbuloi syt dhe bënte gjëra sikur kruhej dhe nuk ngrihesh dot në këmbë. Dhe qante me ngashërim, qante me forcë. Dhe po ta shikoni dhe në video, ai mundohet që t'i mbaj lotët, por nuk arrin dot. Pse? Sepse është hera e parë në historinë e këngës që një album i huaj zë vendin e parë si album of the year. Pra albumi i vitit. Është hera e parë. Hera e parë dhe do të ndryshojë çdo gjë. Nuk po flasim për një këngë, por flasim për albumin e vitit. Duhet të dini që është tepër e vështirë. Ju keni parë ndoshta Bleona Qeretin. Bleona ishte në red carpet. Në fakt u fol më shumë për Bleona Qeretin se për këtë. Bleona Qereti jemi miq dhe respekte sepse është shqiptare, është shoqja jon, etj. Por Bleona për shembull, ndonse është një këngëtare, nuk mund të arrijë dot sepse është tepër e vështirë. Merrni me mend, me fjalë në Grammy World po flas. Merrni me mend, nga Italia kanë shkuar vetëm 3-4. 3-4 dhe jo shumë në Grammy World. Laura Pausini për shembull, ndonjë tjetër, shumë pak. Pse? Sepse është mjaft e vështirë. Do t'ja u them se përse. Sepse duhet të dini që Amerika i jep prioritet vendit të tij. I jep prioritet këngëtarëve. Në fakt, nëse mbani mend, Hit Parade bëhesh në Itali, nëse mbani mend, por bëhesh edhe në vendet e tjera, bëhesh mos gaboj edhe në Hungari, në disa vende të botës. Pse? Sepse bënin publicitet. Dhe kënga amerikane, që atëherë që në vitet 60-70 dilte haptazin në gjithë botën. Dhe të gjithë e kishin për detyrë që të tregonin diçka dhe vendosin këngët. Vendosin këngët hitet e vitit, që ishin shumë të rralla ato të vendeve, që jepnin ata vende që
tregonin këto këngë, por kryesisht jepnin këngët amerikane. Shiko, publiciteti është tepër i rëndësishëm, ju nuk e dini se çfarë është publiciteti, sinqerisht po ja u them. Sepse unë jam brenda televizionit, brenda publicitetit prej viteve. Dhe është kaq e vështirë, por aq edhe kompleks që të flasësh për këtë, nuk dua të flas për publicitet sonte, por dua të flas për këtë djalë të ri, sepse ky për njëherë për gjithmonë vendosi një ligj të ri. Çfarë do thotë kjo? Në fakt ai gjatë asaj mbrëmje tha, sepse duhet të dini dhe diçka tjetër, se unë nga vendi në vend, duhet të dini që amerikanët e kanë pak atë sensin jo të egoizmit, por bëjnë për veten e tyre, i japin prioritet vetes së tyre dhe nuk duan t'ia dinë për një nga Porto Rico që t'i japin vendin e parë, por u detyruan sepse vendosën të gjithë, jo vetëm juria, por vendosën të gjithë, sepse duhet ta shikoni dhe nga këndvështrimi i publikut. Publiku e do Bad Bunnyn. Bile është bërë një nga emrat më të famshëm tani. Dhe e përsëris edhe një herë, ju deshën minuta të tëra, 3-4 minuta që ndonjë aty duke qarë, sepse kishte turp që të ngrihej në këmbë i përlotur dhe të shkonte të merrte të riqte çmimin. Por megjithatë kur u ngrit dhe shkoi mori, ja u këshilloj që ta shihni videon, kur shkoi që mori çmimin, tha një fjalë që mbeti dhe ajo fjalë. Edhe e dëgjoni këtë. Jemi të gjithë, nuk jemi animals. Me fjalë nuk jemi kafsh, por jemi njerëz. Çdo të thotë jemi të gjithë njerëz, për të thënë që jemi të gjithë njësoj, mos na trajtoni si kafsh. Por ai nuk kuptoi diçka. Nuk kuptoi që ai, për mendimin tim, nuk duhej dhe ta thoshte, sepse nga aty do ta shikoni që do t'i kundërvijen. Pse? Sepse nuk mund të thuhet, ka disa momente ndonjëherë që nuk mund të thuhet diçka. Për shembull në këtë rast kishte pse ta thoshte, sepse ata ja dhanë të drejtën që ai ishte aty. I dhanë të drejtën që ishte në atë pozicion dhe i dhanë çmimin. Pra për mendimin tim ai nuk duhet foli çmimin në atë moment, nuk kishte pse të fliste ai, sepse në këtë formë ai do të përballet me shumë gjëra, do ta shikoni. Tani do thotë ndonjëri nga ju, po mirë, bëri mirë që tha. Po. Por ai e tha për të tjerët. Por ai një zë i vetëm i tij nuk mund të bëjë dot asgjë. Ai mund të thoshte në qoftë se do fitonin edhe 5 të tjerë që ishin të huaj, që nuk ishin amerikan. Atëherë po. Ose me kalimin e kohës, nëse se do të fitojnë dhe të tjerë dhe të bëjnë bashkë, thonë, okej, ja dolëm tani, e të flasin. Ky është mendimi im, thoshta unë e kam gabim. Megjithatë, Bad Bunny ndryshoi, le të themi, jo kulturën, por këndvështrimin e këngëtarëve të huaj. Sepse deri tash Album of the Year kanë qenë vetëm vendas. Dhe ajo që dua të nënvizoj me këtë, që sado që të vinë një ditë dhe sado që të përplasen, të vendosin si duan, vendos populli, vendosin njerëzit. Dhe njerëzit kur janë të informuar, njerëzit kur janë prerë kontakt, që sot është më e përhapur, sepse nuk është si dikur që ti blen diskun dhe kaq, por ti e bën nëpërmjet klikimeve, sepse shikojnë nga telefonat, shikojnë nga kompjuterat, sa klikime ka. Çdo kush nga këta, këngëtar apo jo qofshin. Pra, aty shikohet niveli i kërkimit të algoritmit, se sa ka arritur një X për shembull. Çdo njeri, po ta shikoni, për shembull, edhe këtu para ca kohësh i jepnin ato, i tregonin algoritmet se sa arrinte kërkimet e një emri. Për shembull, emri im kishte shkuar, mos gaboj, në muaj, rreth 44 milion, një gjë e tillë, në muaj, në TikTok. Dhe këtë për të kuptuar që ndonjëherë, nuk e thash për kush e di se çfarë, por them që po ta shikoni, për të gjithë është kështu, nuk është vetëm për mua, është për të gjithë. Dhe ju mund të shikoni, ka për shembull disa që kanë, për shembull njoh disa të dhëna të disa aktorëve. Keni Brad Pittin, për shembull. Brad Pitt ka, mos gaboj, 8 miliard në muaj, një gjë e tillë. Ose disa këngëtar tjerë. Pra secili ka një range të gjithmonë në TikTok. E kishte TikToku para ca kohësh këtë, por tani nuk e ka më. Dhe doja t'ju thosha me këtë që në qoftë se ti e meriton, arrin, sepse tashmë nuk është më si dikur.
Tani janë pikërisht këto algoritmet, pra këto klikimet që bëhen nëpër rrjetet sociale që i japin rëndësi atij njeriu. Dhe kështu që ai djalë, pra Bad Bunny, ndryshoi një herë për gjithmonë muzikën ose më mirë këndvështrimin për klasifikimin e muzikës në botë. Pra, sepse e dim të gjithë që Grammy World është botëror. Pra ti mund të bësh festivale në Shqipëri, mund të bësh festivale këngës Shqipëri, apo Sanremo në Itali, për shembull, por nuk është kur Grammy. Grammy është diçka vërtet botërore. Kështu që pse po e them këtë? E them sepse në qoftë se ti je i vendosur dhe e do me të vërtet ashtu si edhe Bad Bunny muzikën, ti një ditë arrin. E normal arrin një vetëm profesionalizmi, por edhe muzika, edhe ai zëri yt dhe ato fjalët e tua dhe ata tingujt që ti shkruajte. Megjithatë do dëshiroj një komentin tuaj sepse është një, le të themi, një çmim inkurajues për të gjithë. Kjo do të thotë që jep mundësinë që të gjithëve që të kenë shansin në jetë në çdo fushë të jetës. Kalofshi mirë dhe suksese në çdo cep të jetës. Ju përqafoj. Natën.